Në shtëpi tensionet vazhdojnë të rriten dhe këtë herë në qendër të vëmendjes është Brikena, e cila hapet gjatë një bisede dhe flet për marrëdhënien e saj me Mateo. Ajo shprehet qartë se nuk ka ndjenja romantike për të dhe se gjithçka që është parë deri tani mes tyre është thjesht një afrimitet shoqëror, pa asnjë emocion më të thellë. Gjatë bisedës, Brikena tregon se që në fillim ka pasur një respekt të madh për Mateon si person dhe si banor në shtëpi, por thekson se kjo nuk është dashuri. Ajo shpjegon se shpesh njerëzit mund të ngatërojnë afërsinë, kujdesin dhe komunikimin e mirë me ndjenja romantike, por në rastin e saj kjo nuk është e vërtetë. Sipas saj, ajo gjithmonë ka qenë e sinqertë në sjelljen dhe qëndrimet e saj, duke mos dashur të krijojë iluzione apo pritshmëri të rreme. Brikena shton se ndjenjat e saj janë të drejtuara diku tjetër dhe se zemra e saj nuk është e fokusuar tek Mateo. Edhe pse nuk jep shumë detaje, ajo le të kuptohet se mund të ketë një person tjetër që i ka tërhequr vëmendjen më shumë, ose të paktën një ndjenjë që nuk lidhet me situatën që publiku ka parë në shtëpi. Ajo pranon se kjo është një situatë e vështirë, sepse nuk dëshiron të lëndojë askënd, sidomos Mateon, i cili sipas saj është një djalë shumë i mirë dhe meriton respekt. Në një moment reflektimi, Brikena shprehet se në këtë lloj emocionet shpesh përzihen me strategjitë dhe presionin e ambientit. Ajo thotë se izolimi në shtëpi, diskutimet e vazhdueshme dhe komentet e banorëve të tjerë mund të ndikojnë në mënyrën se si perceptohen marrëdhëniet. Sipas saj, shumë situata duken më intensive nga jashtë se sa janë në të vërtetë, dhe kjo ka bërë që edhe afrimiteti i saj me Mateon të interpretohet ndryshe nga publiku dhe banorët. Ajo vazhdon duke theksuar se për të është shumë e rëndësishme të jetë e drejtë me veten dhe me të tjerët. Nuk dëshiron të shtiret apo të luajë me ndjenjat e askujt për hir të lojës apo për të qëndruar më gjatë në shtëpi. Brikena shprehet se e vlerëson shumë sinqeritetin dhe se beson që marrëdhëniet e vërteta ndërtohen vetëm mbi ndjenja reale, jo mbi strategji apo interesa momentale. Gjatë bisedës, ajo kujton edhe momentet e bukura që ka kaluar me Mateon, duke qeshur dhe duke ndarë eksperienca brenda shtëpisë, por thekson se këto momente nuk janë prova e një lidhjeje romantike.